Kosova po përjeton të kurjen më të madhe demokratike në Europë, ashtu si që tha më herët, në vetëm një qerek shekulli vendi ka humbur gati 1/4 banor. Një ritëm i pa precedent që rëndit përpara edhe vendeve të tjera të Ballkanit dhe Europës lindore të njohura për rënien e popullsisë. Emigracioni natyrisht i vazhdueshëm, rënja në rekord e lindjeve dhe plakja e shpejtë e popullsisë po e transformojnë strukturën demokratike të vendit me pasoja që pra shkojnë për te statistikave dhe pregun edhe tregin e punës, ekonomisë, sistemin e pensioneve dhe perspektiven. Por, pyetja është pse të rinjt po vazhdojnë të largohen nga vendi. Për gjitha këto do të flasim, bashkë me mua përmes një lidhje direkte, kemi Jetmir Gallopeni Kurtishaj dhe Gëzim Tushi, sociolog. Përshëndetje, mirë se vini në Kosova Live. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë për inkuadrimin. Zotri Tushi, po filloj me juve, po flasim për një tkurrje jashtëzakonisht të madhe, nëse flasim për shtetin e Kosovës dhe Shqipërisë, për disa arsye që tashmë janë të ditura, por në fakt pse mendoni ju se po ndodh kjo? Po, unë besoj që fenomeni e emigracionit nuk është një ngjarje e re në jetën e shoqërisë shqiptare, tani më për pjesën tuaj është akoma më e hershme, është e lidhur dhe me kohën kur ekzistonte si thua Republika Federative e Jugosllavisë dhe atëherë kishte mundësira për të lëvizur sipas rregullave të asaj kohe, por për Shqipërinë është një fenomen pas viteve 90. Dhe dohem mos ky është një fenomen që ka filluar dhe vazhdon dhe është i pandërprer, megjithë që nga pikpamja tipologjike ka filluar të pësojë ndryshime dhe nuk është në të njëjtat, as në të njëjtin format dhe as me të njëjtat shkaqe, sikurse ka qenë në vitet 90. Nëse në vitet 90, në fillimin e viteve 90, Shqipëria për shkak të ekzistencës të një ekonomie autarkike, të një sistemi politik totalitar, të një regjimi represiv, të një shoqërie të mbyllur, të izoluar deri në maksimum, ishte krijuar një situatë varfërie dhe emigracioni pas viteve 90, i fillimit të viteve 90, unë her pas here e përdor në librat e mi, ka qenë një emigracion biblik, në kuptimin që ka qenë për masa të jashtëzakonshme, dhe kjo kishte të gjitha këto arsyet që përmendat që kishin bënë me varfërinë, me luftën politike, me luftën e klasave dhe me të gjitha arsyet e tjera. Dhe nga pikpamja e përbërjes, ai emigracion ka qenë heterogen, strukturalisht heterogen. Pra u larguan ishte persekutuar politik, njerëz të pakënaqur me regjimin, njerëz që kanë jetuar nga varfëri, nga pikpamja strukturore, ikën qytetarë dhe fshatarë nga zonat urbane dhe zonat rurale. Pra ka qenë një lëvizje brogniane, një lëvizje çrregullt, një lëvizje kaotike e cila kishte vetëm një synim, të largoheshin nga Shqipëria për kushte më të mira dhe për një jetë më të mirë. Sigurisht, ky emigracion pati ato të mirat e veta, sepse ishte një shfryrje, si thuash, e asaj situate kaotike që ishte në Shqipëri dhe njëkohësisht filluan të dukeshin elementet e parë pozitiv të emigracionit, sikurse ishin remitancat dhe që unë duhet ta theksoj remitancat e djemve dhe vajzave tona në fillimet e situatës pas viteve 90, kur varfëria ishte e jashtëzakonshme, ishte si thuash një shpresë për ta ndihmuar. Në kohën e sotshme emigracioni vazhdon, por ka filluar të ndryshojë. Tani më nuk kemi ndoshta këtë emigracionin as në përmasa të mëdha në kuptimin e turmave që lëviznin, por është në lëvizje në grupe dhe lëvizje individuale. Shkaqet kryesore, një nga shkaqet kryesore është pikërisht fakti që ne jetojmë në një shoqëri moderne, një shoqëri globale, shqiptarët janë europian, janë të bindur që Europa është shtëpia e përbashkët e tyre. Dhe në një farë mënyrë lëvizja e tyre, kjo lëvizje edhe pse mund të jetë lëvizje është një popullsi lundruese që lëviz, domethënë që del nga Shqipëria, shkon, ka një pjesë prej tyre që adoptohen, nacionalizohen në vendet ku shkojnë, ka prej atyre që duke dështuar, si thuash, në shpresat e tyre pësojnë ndryshime dhe rikthehen atë dhe ky procesi bëhet shpeshherë është reversibël, edhe ikin edhe vinë. Po fakti që emigracioni vazhdon natyrisht është një fenomen sinkretik që ka pasojat dohem mos të theksuara. Nuk është vetëm fenomen demografik. Pra tani më nuk kemi vetëm çështjen e plakjes popullsisë, për cilin ndoshta duhet flasim pak më vonë, po kemi dhe disa probleme. Do flasim edhe për këto. Ta pyesim pak zonën Kurtisha, me që merret edhe me analizat të popullsisë, planifikim hapësinor dhe zhvillimore urbane. Cilat janë ndoshta këto informacione që i keni nëse flasim edhe për shifra, sepse thuhet se ka një emigrim, por
të themi kështu edhe me statistika si që ndrojmë, nëse veç keni informacione. Po, faleminderit shumë. Migrimi është një ndër faktorët më të rëndësishëm të ndryshimeve të popullsisë, ku thuhet që rreth 1/3 e popullsisë së Kosovës kanë emigruar ndër vite. Prandaj Kosova ka një histori të gjatë të migrimeve, një pjesën e konsiderueshme e qytetarëve kanë emigruar ndër vite, kryesisht për shkak të një jetese më të mirë, për kushte më të mira, për arsimim, për bashkim familjar e punësim e tjera. Prandaj Kosova është një ndër vendet me popullsi më të re, por që sipas statistikave të fundit dhe regjistrimit të fundit të popullsisë, plakja e popullsisë është një proces thelbësor demografik dhe shoqëror që tregon ndryshimet të popullsisë në shoqëri. Sipas projekcionet dhe regjistrimit të fundit të popullsisë 2024, mosha mesatare e popullsisë së Kosovës shënon 35 vjeçare, ndërsa në dekadat e ardhshme, sipas statistikave të fundit të Agjencionit Statistikave të Kosovës, dhe shkon në 49 vjeçar, që do të thotë më pak fëmijë dhe më pak persona të moshës së punës. Prandaj kjo po flasim për moshat e hershme, janë kryesisht pra këto moshat mes këtyre dy moshave cilat I theksuat ju që kanë interesim më të madh për të emigruara, dhe ndoshta lidhen disa prej arsyeve, gjendja e rëndë ekonomike, për një jetë më të mirë, dhe shumë shpesh gjindën shumë mirë në këto shtete, pastaj vendosin edhe që të jetojnë atje, sepse ju pëlqen më shumë kushtet dhe jeta në këto vende evropiane. Migrimi zakonisht po ndodh në të gjitha vendet e Kosovës, si urbane dhe ashtu rurale, po më e theksuara është në pjesën rurale, për arsye që janë kushtet më të dobta, t'i quajmë, si t'i quajmë, më të arsim më të vënuar, janë disa gjëra që I shtyjnë që të rinjët migrojnë jashtë vendit ose në zonat urbane. Prandaj, këtë migrim e cilësojmë për një jetë më të mirë dhe kushte më të mira për jetë. E qartë. Mirë, kalojmë pak edhe tek zotri Tushi, pas emigrimit vazhdueshëm, thamë që kemi edhe një rëndje bukur të mirë të lindjeve dhe plakje të shpejt të popullsisë, të cilat natyrisht po e transformojnë strukturën demografike. Pse po ndodh kjo? Nëse ndalemi pak tek lindjet që janë më të pakta kohëve të fundit, ashtu siç po raportohet. Unë po ju jap një tablo për ta kuptuar që procesi I plakjes popullsisë që ka filluar në këto 3 dekada e gjysmë është një proces sui generis në përmasa të jashtëzakonshme për popullsinë shqiptare. Mjafton të them që popullsia shqiptare në Shqipëri Shqipëria ka pasur popullsinë me moshën mesatare më të re në Europë. Në vitin 1990 ne kishim moshën mesatare 27 vjeç, vendi I parë I Europës për popullsinë më të re. Dhe sot kemi arritur në moshën 44.5 vjeç. Pra, nuk është se jemi vendi më I plakur nga pikpamja moshore, sepse kujdun, akoma kemi Spanjën, kemi Portugalin, kemi Italin, edhe vendet të tjera që janë në këto shifra. Por, imagjinoni, në 30 vjetë të plaket popullsia nga mosha 27 në 44.5 vjeç në 30 vjetë, kur vendet europiane këtë intensitet të plakjes popullsisë kanë me shekuj, në me qindra vite që kanë arritur në këtë moshë mesatare të popullsisë, ndërsa ne arritëm në 3 dekada në një plakje të këtij. Pra, ne kemi ritmet e plakjes së popullsisë shqiptare janë më të lartat në Europë. Ndoshta mund të krahasojmë me republikat pribaltike dhe me ndonjë vend tjetër që kanë ritme të tilla të plakjes. Ne kemi pasur në vitin 1960 6.7 fëmijë për grua, sepse kështu matet. 6.7 deri 7 fëmijë për grua në vitet 60. Erdhëm në vitin 1990 2.3 fëmijë për grua, dhe kjo quhet një normë e mirë që e mban popullsinë, dhe tani kemi arritur në 1.2, 1.3 fëmijë për grua, që do të thotë kemi arritur në një moment kur lindin më pak se sa vdesin. Dhe ky problem është I lidhur pikërisht me rënjen e lindshmërisë, me uljen e lindshmërisë, rënjen e natalitetit. Pse ka rënë popullsia, pse ka rënë lindshmëria? Sigurisht ky është një problem kompleks. Së pari duhet kuptojmë që kemi të bëjmë me një fenomen që është privat, dhe çështja
njeriut nëse do të martohet apo s'do të martohet, do të lindë fëmijë apo nuk do të lindë fëmijë, një apo shumë fëmijë, kjo është çështje private. Po megjithatë, ka disa rrethana sociale që determinojnë një proces të tillë të rënies së natalitetit, të faktit që tani më nuk jemi në gjendje të mbajmë popullsinë që kemi, që të mbajmë popullsinë që kemi sot, 2.4, 2.5 milion që është Shqipëria, ne duhet të kemi 2.1 fëmijë për grua, 2.1 fëmijë për grua që të mbajmë të popullsi, se nëse duam të shtohemi duhet ta kemi 2.6. Ne kemi arritur 1.3, 1.4, 1.2 në një periudhë, pra jemi në një situatë shumë problematike. Plakja e popullsisë nuk është vetëm një fenomen demografik, pra nuk është çështje numeroze, nuk është çështje për të numëruar, po është një çështje që lidhet me disa gjëra të tjera që kanë të bëjnë me aktualitetin dhe perspektivën. Në radhë të parë, plakja e popullsisë dhe rritja po e bën shoqërinë shqiptare një shoqëri me flokë të thinjura. Dilni në rrugët e Tiranës dhe qyteteve të tjera të Shqipërisë dhe do të përballeni në shumicë dërmuese me të moshuar dhe me pak fëmijë. Shumë shkolla po mbyllen, numri i fëmijëve, sidomos të moshës shkollore, ka filluar të bjerë, po kështu numri i studentëve dhe universiteteve. Është një proces, është një reakcion zinxhir i cili ka shkaqet e veta, po ka dhe pasojat e veta. Plakja e popullsisë do krijojë probleme sidomos me strukturat e institucioneve të sigurisë sociale dhe të sigurisë morale të shoqërisë shqiptare. Fakti që është prishur raporti midis atyre që punojnë dhe atyre që kontribuojnë për shkak të papunësisë apo për shkak të tregut të ngushtë të punës, do të krijojë probleme me sistemin e pensioneve. Ju e dini që në Shqipëri për të mbajtur këtë sistem pensionesh që nuk është dinjitoz, siç e dini pensionistët janë të pakënaqur, shteti duhet të subvencionojë një shifër gati 700-800 milion euro në vit për të mbajtur këtë skem, sepse raporti midis atyre që kontribuojnë dhe atyre që përfitojnë është prishur, ka shkuar gati me 1.1. Ky është problemi i parë. Së dyti, plakja e popullsisë do të thotë rrit të moshuarit, rrit peshën demografike të moshuarit. Rritja e kësaj peshe do të thotë shton peshën e nevojave shëndetësore. Ju dihet që është periudha e moshimit është periudhë pafavorshme nga pikpamja shëndetësore. Dhe ata kanë nevojë për shërbime sociale, për shërbime shëndetësore, sociale dhe të personalizuara. Kjo do të thotë që dhe skema e sigurimeve shëndetësore kërcënohet dhe rrezikohet. Problemi tjetër që po sjell emigracioni është shfaqja e vetmisë. Kjo është një plagë sociale që duhet ta theksoj në mënyrë sui generis për shoqërinë shqiptare, po jo vetëm. Vetmia është vetëm si term ta përdorësh e frikshme, jo ta përjetosh. Dhe ne në Shqipëri kemi me dhjetra të moshuar të cilët për shkak se nuk janë martuar, apo kanë humbur bashkëshortet, apo pse i kanë fëmijët në emigracion, kanë mbetur të vetmuar dhe jetojnë në shtëpitë e tyre në situata të vështira. Kështu që ndërkaq, një problem shumë i madh është me tregun e punës, sepse ata që po largohen, një pjesë e madhe e tyre tani më nuk po ikin thjesht vetëm ata që ikin për nevoja ekonomike, duhet jemi të vërtet për këtë punë. Po ikin një pjesë e klasës mesme, shtresës mesme, që janë pedagog, janë punonjës social, banker, inxhinier, mjek e tjerë, të cilët nuk po ikin se nuk kanë kushte ekonomike këtu. Një pjesë prej tyre, pagat e tyre në raport me shoqërinë shqiptare janë të mira, janë relativisht të mira. Por me sa duket jeta nuk është vetëm sasi, nuk është vetëm pagë, nuk është vetëm para, po është dhe cilësi. Pra në këtë kontekst një pjesë e tyre largohen për shkak të dobësive që ka sistemi arsimor, sistemi shëndetësor, sigurimi i jetës, niveli i lartë i kriminalitetit, papunësia, neurotizmi social, janë disa tregues cilësor të cilat shtresa e mesme e popullsisë, inteligjenca, i ndjen me fibra që i ka fibrat e holla dhe largohet, jo vetëm se tregu perëndimor i punës, manjeti i perëndimit nga pikpamja profesionale është shumë i ndjeshëm dhe shumë atraktiv, por ikin edhe për të krijuar kushte për të ardhmen e fëmijëve tyre të tjerë. Pra, ne kemi nevojë ta shikojmë emigracionin jo thjesht statistikisht, por duhet ta shikojmë thelbësisht edhe në pikpamjen patriotike, sepse nëse do vazhdoj ky nivel i lartë i emigracionit, atëherë orakujt parashikojnë situata jashtëzakonisht të vështira për vendin tonë. Për shembull, nëse do vazhdoj me këto ritme, i bie që nga viti 2050 të jemi gati 2 milion banor ose më pak se 2 milion banor. Po kjo po krijon edhe probleme që kanë të bëjnë me tregun e punës. Shikoni, unë e them gjithmonë, nëse do vazhdojnë kjo dukuri, ne do detyrohemi ta importojmë brezinë e ri nga jashtë. Dhe në Shqipëri, unë nuk e di në Kosovë,
si situata, por në Shqipëri janë shumë e ngjashme, pak shumë e ngjashme që tani edhe në tregun e punës po kërkojnë persona që vinë nga shtetet evropiane, sepse qytetarët e Kosovës dhe Shqipërisë po shohim se po emigrojnë në vende tjera, por ndoshta për disa vende tjera evropiane, Kosova dhe Shqipëria ofrojnë kushte më të mira. Mirë, bëm pak a shumë një analistë asaj si çfarë raportohet për të kurjen e popullsisë për disa nga arsyet e emigrimit. Zotri Durshën, ju falenderoj shumë për këto informacione që ndahet bashkë me ne dhe shikuesit e Kosova Live. Faleminderit juve, punë të mbarë. Faleminderit shumë. Po ashtu edhe sociologën e cila u fokusua më shumë me atë situatë se çfarë po ndodh në Kosovë, me analizat e saj dhe statistikat, nuk e di nëse keni diçka edhe për fund? Kosova, po, faleminderit. Kosova ende ka një popullsi aktive të re, krahasuar me vendet e Evropës. Për procesin e plakjes së popullsisë tashmë është aktuale. Aktualisht grup moshat mbi 65 vjeçare në Kosovë shënojnë rreth 12% të popullsisë, për krahasim me vendet si Japonia dhe Italia që shënojnë mbi 20% të popullsisë. A ka rënje të lindjeve në Kosova, sepse në Shqipëri tha që po mbyllen edhe shkollat, shohin shumë pak ndoshta edhe fëmijë në rrugë, ka një ndryshim të asaj se siç ka qenë më herët. A vrehet kjo në Kosovë? Po vret, dukshëm sipas analizave demografike dhe të dhënave nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës, ndër muaj kemi rënje të lindjeve dhe mbyllje të shumë shkollave në vendet rurale të Kosovës. Për shkak që një përqindje muajve të fundit sa ka pas rënja, apo nuk ka diçka kështu konkrete të themi? Për momentin diçka nuk kemi konkrete, por kemi një rënje të numrit të lindjeve dhe ka shumë shkolla në vendet rurale që po mbyllen për shkak që numri është të kurrë i nxënësve dhe emigrimi e ka bërë të vetën që shumë nga fshatët, vendet e thella marlore e kanë nshu vendbanimin e tyre dhe kanë emigruar qoftë në vendet urbane, por ashtu edhe në jashtë Kosovës, për shkak që të keni siguri në ekonominë familjare, në arsim, në sigurim shëndetësor e shumë gjëra tjera. Në shumë sfera tjera që shumë e nevojshme natyrisht dhe kërkesë vazhdueshme qytetarëve për me bërë një jetë më të mirë. Unë të falenderoj shumë për këtë inkuadrim. Përshëndes. Shumë faleminderit për ftesën. Punë të mbarë.